me e keqja pastaj, që në situatat të tilla, kur nuk e mbështetje, kur të përkra njeri, bje fjala edhe foltoren, kur nuk të vjen njeri në mbrapa, kur shteron deri në atë grad sa e shikon edhe vetë që masa nuk është me ty, të ka bojkotuar e tjera, ti pasaj do zgjedhësh disa rrugë që janë me të vërtet të renda për të krijuar situata dhe për të ngjallur revolt, sepse arrin deri në ekstrem, si që arrit në ekstrem atëre në vitin 1998 me ato protestat e famshme të Berishës për arrestimin e atyre të gjashve, që qoj në vrasjen e Azem Hajdarit dhe pasaj ti ngrije bën kryengritje dhe armatosur, se thua më vran një, në një kohë që zgjedhjet sa ishin berë dhe i fitoj tjetër kush, populli votoi për tjetër kënd dhe ti do të fitosh o me ngjarje si 2 prilli, o me ngjarje si vrasja e Azem Hajdarit, apo dhe me ngjarje të tilla, siç që ajo e Berishës që doli atje në shesh edhe hengri grushtin vet atje, u plagos vet, edhe për të thënë që të ngjallte revoltet, t'i vinin në mbrapa njerëz të tjera me radhë, e njëjta edhe kjo situatë tani. Dhe e situatë ishte e qëllimshme, thoni. Po të qëllimshme janë gjitha, sepse s'kem mbështetje, edhe do të krijosh, domethënë, situatë i ta nxjesh lojën, i thot populli kësaj, dhe për ta nxjerrur lojën e nxe me të tilla situata, jam a plagosën këtë, apo jam madhunuan këtë, e tjera me radhë.